Në shkollën nëntëvjeçare Çajupi në Gjirokastër u zhvillua një stërvitje praktike me skenar, rënje zjarri, me qëllim testimin e reagimit të strukturave vendore në raste emergjencash. Pjesë e këtij inskenimi ishin edhe përfaqësues të pushtetit vendor e lokal, ku ndoqën të gjithë zinxhirin e evakuimit dhe ndërhyrjes në një situatë të inskenuar si reale. Kuadër të një programi mbarkombëtar do të thoya që kemi deri ta fillojmë me Gjirokastrën, i cili është i përbërë nga element ndërgjegjësimi, po edhe element stërvitor dhe simulimesh, sidomos në ambiente publike, siç është sot në shkollën Çajupi këtu, dhe patëm mundësinë të demonstrojmë një simulim, një situate zjarri, reagimin e nxënësve, reagimin e të gjitha institucioneve të përfshira në zinxhirin e emergjencës civile, që nga zjarfikësit e bashkisë, që dua t'i falenderoj këtu, ambulancat, emergjencën kombëtare, si kundër dhe agjensinë kombëtare të emergjencave civile. Dhe e kemi përgatitur këtë stërvitje për dy arsye. Arsye e parë patjetër edhe ndërgjegjësimi i gjithë nxënësve për mënyrën se si duhet reagojnë në raste emergjencash, të krijojnë shqisa dhe veti qoftë për të informuar, qoftë për të mbrojtur njëri tjetrin, qoftë edhe për të alarmuar dhe të reaguar në kohë. Elementi i dytë ka të bëjë me ndërgjegjësimin që lidhet edhe me fillimin e sezonit turistik. Padyshim Gjirokastra është një destinacion i preferuar, presim një sezon të ngarkuar, të ngjeshur, dhe kemi nxjerrë dhe leksione nga sezonet e mëparshme ku elementet e zjarreve kanë qenë shumë prezente. Dhe për këtë arsye do vijojmë jo vetëm me simulime dhe stërvitje, por do vijojmë edhe me element koordinimi bashkë me prefektin e Qarkut, gjithë kryetarët e bashkive të Qarkut, për të përgatitur sa më mirë dhe për të parandaluar sa më mirë. Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro theksoi rolin që luajnë këto organizime për sigurinë e qytetarëve. Është një nevojë për gjithë Qarkun dhe është një qark që ka pasur në të paktën në 10 vitet e fundit që unë ndjek në përditshmëri, jo pak incidente që kanë të bëjnë me emergjencat civile. Praktikisht edhe me zotin Çako, edhe me ministrin, ne kemi kaluar gjithë beharin e kaluar në komunikim përditshëm me kryetarët e bashkive, edhe me forcat e emergjencave civile në qark, për të përballuar episode dhe ja kemi dalë me sukses. Kur vjen vera, përveç se ngritjen e temperaturave, shtohet shumë popullsia, shtohet ndoshta nga një pikpamje dhe pakujdesia e personave të ndryshëm, qoftë të barimve apo të atyre që aventurohen në territore jashtë qytetit. Nga ana tjetër, nëse nuk kanë një ndërgjegjësim të gjithëve, duke filluar nga shkolla, nga banorët, ne nuk ja dalim dot vetëm me strukturat që e kanë detyrë parsorë këtë gjë. Bashkia Gjirokastër ka vendosur një fond prej 120 milion lekë për një zjarfikse të re, po unë besoj fort edhe përfitoj nga rasti, ministër, për ta mbështetur, se nuk është thjesht Bashkia Gjirokastër, po janë gjithë bashkitë e Qarkut, që në fakt kur ka emergjenca dhe gjatë verës, sado që ne themi s'do kemi, përgjithsisht ka patur edhe kur ka tepelena, edhe kur ka përmeti, edhe kur kanë rreth të tjera ne jemi një. Stimulimi është pjesë e një agjende më të gjerë veprimtarisht të koordinuara në nivel rajonal që kanë për synim forcimin e mekanizmave të reagimit dhe menaxhimit të situatave emergjente.